Sot në xhaminë e madhe të fshatit të Arc është bërë duaja e hifzit të hafizit më të ri Emre Idrizi. Hafizi në fjalë lindi në vitin 2010 në fshatin të Arc të komunës së Arcës. Hifzin e filloi në muajin shtator të vitit 2023, ndërsa e përfundoi më 10 dhjetor të këtij viti. Mësimet i ndoqi te muhafizi Efendi Idris, imam në xhaminë e re në lagjen Drenovec në Tetov. Provimi i tij është nënshtruar më 15, 16 dhe 17 dhjetor para komisionit. Ibrahim Efendi Alia, Havzi Efendi Ramadani dhe jeton Efendi Ajdini. Komisioni e vlerësoi lart punën e muhafizit dhe kandidatit, me çrast Emre Ajdinit i jepet titulli mbrojtës i Kur'anit fisnik. Në ceremoninë e sotme, të pranishëm ishin krerët më të lartë të Bashkësisë Fetare Islame, në krye me Shaqir Efendi Fetahun dhe Miftiu i Tetovës Selver Xhemaili. Ne sot jemi duke përjetuar një sukses të madh, një rezultat të veçantë, një të arritur të madhe nga hafizi i ri që ka mësuar fjalën e Allahut dhe Shanohu përmet. E kjo është një begati e madhe për këtë xhamat, është begati e madhe për këtë xhami, për muslimanët tonë, për bashkimin islame në përgjithësi. Dhe këtë zim të madh, këtë rezultat, këtë vlerë të veçantë për ta respektuar, për ta theksuar vlerën e madhe të këtij eventi, si që shifni neve nga kanë ndërruar personalitetet e dalluara të jetës shqiptare në Maqedoni dhe jo vetëm. Ambienti familjar, vëllezër të dashur, është shumë i rëndësishëm. Jo vetëm në leximin e Kuranit të Kerim, por në procesin e mësimit, në procesin e arsimit, në procesin e edukimit. Ambienti familjar është shumë i rëndësishëm. Andaj hafizi sot dëshmon për prindër dhe vetdijen e lartë të prindërve, për vlerat e Islamit dhe për vlerat e dijes. Hafizi i ri Emre Idrizi vazhdon mësimet në shkollën e mesme Isa Beu në Shkup.